siç e dini na prap presim me u zhblloku Kuvendit i Republikës, që i takon këtë subjekteve politike. Kështu që presim që opozita me fillmendjes me zhblloku për shkak se qytetarët kur kanë votuar për një parlament, për shkak se është republikë parlamentare, por megjithatë s'do të harrojnë që ata presin një qeveri të re. S'mund në rrjedha fati pa u zhblloku Kuvendi i Republikës, dhe mendoj që është komplet e parësyeshme, morë parasysh që i kemi bërë tani më oferta të ndryshme. Votimin e hapur refuzojnë, votimin e fshet po ja refuzojnë të drejtën deputetëve tyre me votu. Njëkohësisht kemi provuar që t'i çojmë si paku kryetarën dhe nën kryetarët, kanë refuzuar. Kemi ofruar edhe koalicion pro para qytetarëve, besoj që kemi dalë faqebar dhe kemi ofruar mundësi të shumta për me dalë pikë këtij ngërçi apo bllokimi që është bërë. Tash po besoj që opozita e ka rodhën për me zhblloku Kuvendin edhe me prit qytetarët për me formu qeveria. Jo për shkak se siç e dini me kushtetut na takon propozimi neve. Aty nuk thotë që na duhet me konsultu me të tjerë për me pa nëse ju pëlqen të tjerëve apo jo. Njëjtë është vlerë edhe për nënkryetarët. Për shkak se nënkryetarët ju takojnë dy subjekteve tjera më të mëdha, përfshi edhe komunitetet, dy përfaqësues të komuniteteve pakicë, prandaj kjo nuk është temë, këtë e ka caktuar kushtetuta, është e drejtë e jona edhe do të vazhdoj për shkak se besoj që zonja Haxhiu është problemi, unë mendoj që ata janë futur minutë pa krye, po do të njëjtë sikur te votimi i raportit verifikimit të mandateve, ku i ron pishmanë, mendoj që është po edhe këtu e kanë provuar mjaftueshëm, po besoj se tash të do të zhvillohet. Po të çon na nuk kemi të insistuar, na kemi propozuar një drejtë që na takon me kushtetutë. Gjykata kushtetuese ka thonë fituesi e bën propozimin edhe Kuvendi i takon këtë subjekteve politike. Njëjtë sikur që LDK-ja apo PDK-ja kanë mi bë propozimet e veta për kandidatët e tyre për nënkryetar. Na nuk do e vënë në dyshim, kanë propozuar nëse na pëlqen neve apo jo. Ata e zgjedhin, e propozojnë, na votojmë. Dhe kemi ofruar ta bëjmë në fakt. Se keni me propozimin e Partisë Demokratike të Kosovës që gjitha partitë të takohen me presidentin Vjosa Osmani, dhe si partia do ta pranoni një ftesë të tillë nëse veç ndodh nga presidenca? Unë nuk e di që ka pas një ftesë të tillë ende, po besoj që ne prapë përsëris ne kemi pas ofertën për LDK-n, që me zhbllokuar edhe Kuvendin, edhe qeverinë, edhe kanë qenë në tavolinë të hapura të gjitha mundësitë, por ka refuzuar LDK dhe ajo po refuzon në orë pa PDK-n. Ne me PDK-n jemi të qartë që nuk bëjmë koalicion me ta, kështu që po besoj tash tutje presim për zhvillimet të reja, po si lëvizje vetënose. Kryeministri Kurti po besoj ka alternativa të mjaftueshme për me dalë pikë ngërçi. Faleminderit.